Të dashur shikues, jemi sërish bashkë dhe tani është koha për bisedën e këtij edicioni. Kam kënaqësinë ta mirëpres në studio Albulena Kryeziu Bokshin, drejtoresh e teatrit Gjakovës Hadisheu, ku së bashku në këtë bisedë do të shpalosim programin plan programin për vitin 2026 të këtij institucioni teatral, por gjithashtu do t'i përmendim edhe disa prej shfaqjeve e sukseseve që i kanë shënuar gjatë vitit që e lan pas. Pa unë përko prezentojmë mysafirën. Albulena, si gjithmonë është kënaqësi kur të kemi në Ekspres dhe faleminderit që gjithmonë gjen kohë për shikuesit tanë. Kënaqësia është e imja me qenë sidomos tek ti mysafirë. Faleminderit për ftesën. Atëherë, Elena, po e fillojmë kështu bisedën fillimisht me shfaqjen e parë apo premierën e parë që do ta shfaqni për vitin 2026. Ju tashmë keni njoftuar përmes mediave online publikun se provat kanë filluar për këtë shfaqje. Bëhet fjalë për projektin apo komedin e regjisorit Besim Ugzmajli që e mban titullin Thash e themet. Si po shkon procesi, si po ju duken provat për këtë projekt dhe do të jetë një shfaqje që tamam si që kërkon publiku i Gjakovës? Po besoj që po, kjo ka qenë qëllimi në fakt sepse gjithmonë sa kemi filluar në projekt, idetë që kanë ardhur kryesisht kanë qenë kërkesa nga ana e regjisorëve, sepse unë besoj, unë edhe shumë kolegët mi besojmë që më së miri është t'i lihet përzgjedhja e regjisorit se çfarë do të bëjmë me atë ansambël, sepse din më së miri çfarë teksti ose çfarë zhanri mundet me jo përshtat. Po kësaj radhe Besimit ja kemi imponu pak, i kemi thonë dush me ardhë me bë një komedi edhe pastaj kur jemi fut në holumtime një komedi që na vyke për ansamblin ton. Në moment që jemi taku me Besin, unë e kom pas disa propozime, edhe ai ka pas disa propozime, kjo thash e themet ka qenë propozimi për bashkët, do të thotë edhe ai e kish pas në mendje njëjtë edhe unë. Edhe pas shumë hulumtimeve definitivisht e pam që është një komedi e cila nuk ngelet vetëm në suazat e një shfaqje argëtuese për publikun, por që edhe jep një mesazh. Është shfaqje që trajton temën e thash e themeve, po e përmenda dhe dikun tjetër, me globalizime kemi kuptu që vetëm ne shqiptarët nuk dim të bëjmë thash e theme, si jemi ne të vetmit, e kemi pa që gjithçka në botë mjafton të shohim portalet e huja dhe kuptojmë që parimi është i njëjtë, si të ne, si në Amerikë, si në Evropë, gjithçka ka njerëz që merren me thash e theme. Do thotë tema është super aktuale. Edhe natyrisht besoj që kjo është misioni i teatrit, përveç se t'i argëtoj njerëz, t'jep edhe një mesazh dhe të trajtoj tema që edhe qoftë përmes komedisë të trajtoj problemet që i ka shoqënia jonë dhe një farforme jo t'jap zgjidhje, po të ngre pyetje. Dhe pas shfaqjes, secili që del për shfaqjes duhet t'i ketë disa pyetje që duhet m'ia gjetë përgjigje ndoshta vet, ose ndoshta kjo kontribon në një farloj, si me thonë, vorbule që gjithë shoqënia me reflektu edhe me bo diçka për veset e këqija apo qoftë edhe për problemet që na si me thonë, që na shqetësojnë si shoqëri. Tjetër, po nga njerë edhe gjithmonë mesazhet më me pesh mund t'jepen me një dozë të komedisë, kështu që në këtë rast paka shumë t'i mrit edhe me shpjegu se çfarë mund pres publiku nga shfaqja thash e themet, po më intereson di pak për bashkëpunimin me Besim Ugzmajlin. Nuk është hera e parë, apo është hera e parë që teatri Hadisheu bashkëpunon në këtë formë? Po, në fakt është hera e parë në këtë formë, sepse kemi pas edhe bashkëpunëtor vitin e kaluar, por vitin e kaluar kemi pas si videograf, se është ardhur me punu një video për shfaqjen Bëj ose vdes, një video specifike që Besi e ka realizu për mrekulli dhe falenderoj shumë. Kurse kësaj radhe, kurse si regjisor po vjen për herë të parë, rolet tashmë janë nda, kanë fillu provat, edhe mund të më thonë lirisht që ka bërë një ndamje fantastike të roleve, gjë që asun vetë se kom besu, sepse Besi i ka njofti, ka pa në shfaqje, por ndryshë është kur punon me një ekip, edhe intuita ati e kish qëllu leximit roleve, dhe më thonë, kush, qka ka me lujt. Ka qenë ndoshta prej provave të ralla, që unë kom najt deri në fund, se zakonisht drejtorët nuk e kanë për detyrë me najt gjatë provave. Fillojnë provat, ju urojmë sukses dhe ikim, po kur filloj Besi, unë qëndroha deri në fund, dhe
as vetë besimi nuk ishte i bindur që i ka nda rolet 100%, apo le ta lexojnë çdo njerë dhe pastaj vazhdojmë e shohim a pi përshtatet ky rol apo s'po përshtatet e kështu me radhë. Por që në leximin e parë, të gjithë aktorët kanë gjitë me rolin, edhe kjo është një punë, për mendimin tim është 50% e punës është kry moment që ja qëllon cilat role ku dush mi shpërnda. Besoj që një prej, si me thonë, prej perlave të kësaj shfaqje kemi Elida Shqasivarin, e cila ani pësë është viti fundit i saj dhe vitin arshëm del në pension në shkurt, do me thonë që i bjen tash një vjetë diko pensionohet. Këtu ka një rol tjerë zakonshëm, një rol shumë të bukur, një rol shumë që unë besoj që do tjetë një për roleve ma të bukra në komedi që kemi mri me i pa në këto vitet e fundit që ka kemi prodhu si teatr. Kështu që më nëzip s'po pres me dalë premiera në mars, në fillim të marsit, edhe mja servu publikut, sepse edhe publiku ka pas kërkesë gjatë për një komedi, kështu që tash e ardhë radha dhe ja, po prodhojmë një komedi. Fantastike, po do të ishte, ndoshta edhe një mënyrë shumë e mirë që të përshëndetet me publikun, zonja Shqasivari, kështu që pas këtë gjetë projektin e duhur. Uroj që gjithë shka të shkoj mbarë edhe mirë me provat, po besoj që është herët me folë për datën, po ndoshta nuk do të vërnoj shumë për tu inspiruar. Jo, në fillim të marsit, kanë met vetëm disa çështje teknike, por në fillim të marsit do të jemi, besoj rreth datës 5, do të jemi me premier, kështu që nuk është bukur shpejt. Për neve është nesër, për publikun është në mars, po për shkak dinamikës punës, vërtet koha në teatr fluturon shumë shpejt edhe gjithmonë e kemi një farë lloj krize të panikës kur vjen javë para premierës, sepse teatri është i atill, edhe gjithë tensionohen ka pak edhe aktorët, të qenë edhe vetë aktorë e di se si është barra premierës edhe veç i shet tensionin të urrit në ajër deri sa të shpërthen me premier, po pastaj pastaj shijojmë punën çka kemi bo. Shumë e vërtet kjo që e the. Po, Lena, po besoj që tashmë e keni një plan program se si do të vazhdoj tutje viti 2026, çfarë shfaqesh dhe çfarë aktivitetesh do të inskenohen aty? Pa tjetër, pas kësaj premierën në pjesën e dytë të sezonit, që do të të rreth parafërsisht nga shtatori, planifikojmë të fillojmë me një shfaqje tjetër, gjë për cilën jam që nga dhjetori vitit kalun ose nëntori nështë më sakt, me një regjisor prej jashtë, po jemi në diskutime ende nëse ka mundësi me ardhë me punu në Gjakova apo jo, kështu që po presim përgjigje nga i regjisor, nëse jo, do të vazhdojmë me dikë tjetër që veç e kemi planin B, por do me thonë janë plane të pak konkretizume 100%, por si do qoftë jemi të vetëdijshëm si ekip që do të bëjmë edhe një premier tjetër, edhe pastaj shohim e bëjmë. Kemi edhe disa plane për bashkëprodhime, të cilat kanë met me u finalizu, por prapë dhe ato janë plane që ende s'mujmë me folë për to. Si do qoftë, për pos premierave, unë besoj se teatri duhet të mbështetet në repertor, në reprizat e shfaqjeve, sepse kur në Gjakove kanë përqefi marrë në premierë dhe i kuptoj se vërtet premierat bëhen shumë të bukura dhe shohë njëri tjetrin, por shfaqja vërtet ndodhë masi që luhet shfaqja 5-6 herë, 7-8 herë, kur aktorët shlirohen prej qati presionit që kam pas që përmenda ma herët. Pra ndaj, unë prej kur po marrë në atë vend, unë insistoj me majtë repertor, insistoj me rikthy produksionet që ndoshta janë mëndu që janë kry, po unë prap i kthej edhe prap njerës kanë mundësi me i po. Nuk ka qenë e letë, ka pas momente që edhe kam dyshu edhe në vete, a kam me të drejtë këtë punën në repertorit apo jo, por me kalimin e kohës, po e shoh që publiku ka fillu me umësu edhe shpresoj që edhe kur s'do t'jem unë më në atë vend, me vazhdu me qenë repertori mujor si çdo teatro tjetër që e ka repertorin mujor.
Shumë e vërtet. Po, sfida kryesore për teatrin që ju drejtoni, po edhe teatrot në përgjithësi në vendin tonë, sigurisht se mbetet buxheti dhe shpesh edhe hapësira e duhur për t'i skenuar shfaqje. Por, me punë dhe me shumë vullnet nga ekipi juaj, me gjithë këtë, kene arrit me i sjell Gjakovës, apo qytetarëve të Gjakovës, shfaqje shumë të bukura, me aktivitetet të ndryshme, madje edhe që the shfaqje mysafire e gjithë shka tjetër. Jeni të kënaqur me të gjitha programin që e keni plotësuar gjatë vitit 2025? Besoj që viti i kaluar ka qenë karakterizuar për një kaosi të gjithëmbarshëm, po megjithatë ja kemi dalë me vepru goxha mirë me aktivitete jo vetëm Gjakov, po edhe jashtë Gjakovës. Vitin e kaluar fillum me shfaqjen premierën Vojçek të regjisorës Zana Hoxha, Vojçeku, e cila vazhdon me qenë repertor dhe me këtë shfaqje në prill të këtij viti do të shkojmë në Vjenë të Austrisë, ku do të shfaqim atje punën tonë të përbashkët me Zanën që kemi punu. Po viti i kalum, përveç të shfaqjeve produksionit të teatrit Hadisheu, kemi pas edhe shumë shfaqje mysafirë që kanë ardhur nga Tirana, kanë ardhur nga Prishtina, nga Prizreni. Do të thotë jemi mundu që publikut i servojmë llojshmëri të ansambleve të ndryshme që vinë dhe shfaqin veprat punë të tyre. Një për shfaqjeve cila ka ecë shumë në për festivale dhe është shfaq pak më shumë vende se sa në Gjakovë është për shembull BE Sevdis, e cila ka fillu rrugtimin e saj në Kamenic, në javën e teatrit në Kamenic, pastaj ka vazhdu në Flaka Janarit, në fakt, pas ka fillu, se në janar, po, mas pare ka fillu të Flaka Janarit në Gjilan, pastaj në Kamenic, pastaj kemi vazhdu në Prishtinë, kemi pas në kuadër të festivalit Polep, organizuar nga Qendra Multimedia, pastaj në Prizren, festivalin e teatrove në Prizren, gjë që për neve ka qenë një emocion jashtëzakonshëm, sepse publiku e ka pritë shumë mirë, dhe ani pse në borët e burgut për qytetit Prizrenit, vërtet ka ndodhë një mrekulli, edhe unë luj vetë në atë shfaqje dhe ndjenja ka qenë jashtëzakonshme kur publiku nuk na leke me dalë prej hapësirës burgut, në fakt, të na duar trokit. Pastaj kemi vazhdu me po të njëjtën shfaqje edhe në Ferizaj, kemi vazhdu edhe në showcase, në kuadër të Kosovë North Macedonia showcase organizuar po ashtu nga Qendra Multimedia. Do të thotë ka pas prezantim edhe në Ferizaj në Zdia për mena, në festivalin e teatrove në Ferizaj. Në shtator. Po. Në Ferizaj gjithashtu ka marrë pjesë edhe shfaqja Kjo është rinja jonë, që është po ashtu produksioni teatrit Gjakovës. Do të thotë kemi pas prezantime të ndryshme në gjatë gjithë vitit. Në bashkëpunim me Flora Bajokun, regjisorën, kemi organizu javën e teatrit për fëmijë, ku i kemi organizu gjitha shkollat fillore, të vinë të shohin shfaqje teatrit, dhe për 5 ditë radhazik, nga 2 shfaqje në ditë jenë lujt për mëdvegjlit. Ne gjithashtu kemi edhe shfaqjen Magjistari nga Ozi, që është shfaqje për fëmijë, dhe ato, jemi mundu me bo një balans mes rriturve dhe të fëmijëve, sepse mangësia e teatrit në Gjakov ka qenë pikërisht një boshllëk 12 vjeçar i shfaqjeve për fëmijë. Edhe pas 12 vjetë është prodhu Magjistari nga Ozi, gjë që më me thonë që na kushton neve, sepse ne nuk kemi kultivu publik, sepse kanë kalu gjenerata parë në teatr, gjë që një farforme me ose pa dashje ne jemi vetë shkaktar, sepse ne nuk ju kemi ofru shfaqje gjeneratave të reja. Kështu që tash, pavarësisht kushteve apo jo kushteve, ne kemi pranu me punu në ato rrethana, vazhdojmë me punu në ato rrethana, edhe brenda atyre rrethanave besoj që duhet me u bo ma e mira. Një prej organizimeve për shembull që do ta ndjekim si praktik, ka qenë vitin e kaluar me shkollën e gjimnazit Hajdardushi në Gjakov, që falenderoj shumë drejtoreshën e gjimnazit, zonjën Yllka Shehu. I kemi pru kretë nxansat me pa një shfaqje, po pas shfaqjes ka pas edhe debat me nxansa. Kishë nxansa që kanë ardhur për pa në teatr dhe thëshin që kanë me ardhur prap.
po na interesoj ke shumë se ku qëndrojnë ata me kritik ndaj teatrit, edhe vërtet u befasum, aktorët u emocionun shumë se përpos që mërshin lëvdata, mërshin edhe kritika, mërshin edhe komentet të tipit pse nuk e ke bo kështu, po ke mujtë mi bo kështu, për neve është shumë e rëndësishme që mesazhi ka shku te ta edhe e kanë kuptu shumë mirë. Edhe na japin një ndjen të mirë duke pas se rinia jonë vërtet janë për çdo lakmi, thjesht ne duhet të integrojmë më tepër, t'ju japim hapësirë më tepër, të bashkëveprojnë me neve, jo vetëm të thojmë hajtë se këta janë të ri, kanë kohë. Po, në fakt, shumë mire përmbledhe, veç se është shumë e dukshme që teatrove i nevojitet kjo lloj publiku, pra më të vegjlit, sepse i japin jetat institucioni. Mbaj mend që unë si fëmijë kur kam qenë, më shumë jam gëzuar kemi shku në teatro, në shfaqje, për fëmijë se sa në ndonjë ekskurzion, siç na dërgojshin këtu herë. Do thotë në një farë forme, ndoshta keni filluar me nuhat se edhe në Gjakov ka interesim për Patjetër, ka shumë interesim edhe është më se domosdoshme. Prishtina ka teatrin Dodona, e cila funksionon për mrekulli me shfaqjet që i ka për fëmijë. Teatrët profesionistët qyteteve realisht nuk e kanë shumë të definuar në statutin e tyre këtë punën e shfaqjeve për fëmijë. Edhe një teatr profesionist jo me patjetër duhet me punu shfaqje, por të e pa nevojën, unë besoj që me patjetër duhet me bo spaku një shfaqje në vetë për fëmijë, me bo një përpjekje për te mundësive, sepse qaj është publiku jonë i ardhshëm, qështu mbjeton teatri, qështu shumohet publiku, se për ndryshe nëse s'kultivon atëre ka të presim që të na vinë kur nuk janë të mësun, kur teatri mbetet diçka e largët për ta, prandaj po mundohem me gjetë forma se si ti integrojmë edhe këtë pjesë. Patjetër, nëse jo shfaqje, pse jo në kuadrë të ndonjë festivali që organizohet në teatr, siç bën festivali i Adriana në Ferizaj, e ka edhe programin për fëmijë, sepse pastaj për çdo vit aty vetë se shtohen edhe interesimi, po pse jo ndoshta edhe përmes bashkëprodhimeve mund të shtohen këto lloj shfaqjesh. Po, ka praktika të ndryshme, për shembull edhe Teatri Gjilanit e ka festivalin për të rinj, për shkollat e mesme, do thotë ide ka sa dush, vetëm që duhet mi dhënë funksion këto ide dhe me tentu, që që thash pavarësisht kushteve, duhet me tentu me bo diqka për këtë pjesë, ka që të brisht, po që realisht janë ardhmëria jonë. Gëzohem që ju e keni marrë iniciativën dhe uroj që gjithçka të shkojë mirë në këtë aspekt. Dua të dalëm pak tek Vojçeku, sepse ishte pikërisht shfaqja e Zana Hoxhës, ajo e cila e hapi vitin 2025 për teatrin Hadi Shehu. Si e vlerësoni rrugtimin e kësaj shfaqjeje, sepse vërtet ka pas publiku anë e kënd vendit, ka pas mundësi me ndjekat, dhe tani më po e dërgoni edhe jashtë kufive. Po, në fakt është një për produksioneve me të cilën pa modesti e thëmë jam shumë krenare që e kemi realizu edhe për këto i falenderoj regjisorës Zana Hoxha, e cila kur ka fillu provat sa ishte këthy prej Londrës, prej masterit që ka kry në Londrë edhe ka ardhë me shumë dashuri, me shumë entuziazëm edhe nuk e ka kursy vetën në asnjë sekond, edhe është mundu me bo ma të mirë në mundshme edhe ka rezultu me një punë shumë të mirë, si që është shfaqja Vojçeku. Vojçeku ne patëm si shfaqje pjesëmarrëse në festivalin Mojësiu, festivalin mbarkombëtar Mojësiu, vazhdon me qenë në repertor, vazhdon me pas publikun e vetë dhe vërtet është kënaqësi shumë e mirë, do ta kemi edhe këtë vit në repertor, patjetër edhe me udhëtu nëpër festivale. Po është pak ma e vështirë, sepse është shfaqje masive, ka skenografi masive, po kemi shku dhe në Gjilane, kemi prezentu dhe në Gjilane kanë pritë shumë mirë, po presim, po shpresoj që shumë shpejt do të prej shkurtit në fakt të riktheje me reprizat Vojçekut, edhe po shpresoj që do të del në i festival që kemi me e qu, sepse kemi munges të hapsinave në fakt, pra ndaj edhe Vojçeku është penalizu në një farforme nëse muj me qujtë kështu, për shkak skenografisë masive, shumë shpesh nuk kemi mujtë për shembull me qu në Ferizaj apo në Prizren apo dika tjetër, sepse ishe pa mundur me
me montu gjithat skenografi, po. Këtu të në Prishtinë patëm fatin që i ra tamam skenografia, po thëmë, për kemi do sfida teknike nga njëherë që as vetë se paramendon, po kjo është teatri në Kosovë. Në kanë shoqëruar ndër vite këto sfida. Po, e bukra është që një ndër sfidat kryesore që kemi pas, e që është ka përcy si sfid, është nxemja e komplet objektit Pallatit Kulturës, gjithësisht edhe teatrit Hadishehu, të cilën e kanë regullu me pompa termike që nga viti kalun, edhe besojmë që është shumë e rëndësishme, sepse është pjesë vitale e punës. Unë e di, kemi punu në për të ftoftë në për minus 20 gradë, po pasaj nuk është ajo punë. Sot kur hymë në teatr e kemi ngrohtë edhe është një prej kënaqësive, sepse historikisht ajo ndërtes për sa vite me radhë nuk është ngrohtë. Asnjëherë si duhet, tash nuk e kemi më këtë sfidë, këtë probleme dhe po është kënaqësi vërtet. Po ashtu, Lena, keni inskenuar në Hadishehu një shfaqje mysafire, është shfaqja Babai i Erson Zymberit, që do thot vjen e realizuar nga teatri kombëtar eksperimental Kujtim Spahi Vogli. Si u prit ky projekt në Gjakovë? Në fakt, kur e pash që ata po vinë në Prishtinë dhe në Gjilan, me njerë kontaktova me drejtorin e teatrit edhe i thash bjerën edhe në Gjakovë, sepse unë e pata fatin me pa në Tiranë premierën edhe është vërtet një për produksioneve shumë të mira në Shqiptari që është bo. Pra ndaj kisha interesin me i sjell në Gjakovë, publiku e priti jashtëzakonisht mirë edhe ka pas shumë komente, shumë statuse në rrjetet sociale që në shkru gjë që ndodh kryesisht për njerëzve që janë gazetar ose njerëz që merren me letërsi, po pas asaj shfaqje ndodhen disa njerëz që janë ardhur që se kisha prit që shkruajnë ndonjëherë, po e pash që kalon mbresa shumë të mëdha. Gjithmonë po mundohemi, po them, me sjell shfaqje që janë edhe para 2 viteve kemi pas teatrin kombëtar të Tiranës, që realisht ndoshta i kish 20 vjet që s'ka në Gjakovë teatri kombëtar i Tiranës. Pastaj Luiza Gjovanin me shfaqjen, s'mu kujtohet tash titulli i shfaqjes. Nëse, edhe Luizën e patëm, do thot, për mu si aktore, besoj, po edhe si drejtoreshe teatrit, besoj që është shumë një interes publikut me i sjell produksione që ndoshta nuk mrin me shku në Tiranë, me pa ose në Shkup ose kudo. Kështu që një farforme që kjo po e plotson edhe repertorin tonë, por edhe publikut po i ofron diçka ndryshe prej çka është mësu me pa. Tjetra vitin e kalun, njëri prej aktorëve të Gjakovës, i cili është Besford Verberi, organizon një festival. Vitin e kalun ishte edicioni 2, tani pse nuk pat shumë mbështetje dhe pat gati të pamundur me realizu, por e boni një aktivitet sa me shënju si festival, që me shpresën që këtë vit Ministria do ta përkrah dhe do të vazhdoj punën në festivali. Unë besoj që Gjakovës i duhet një festival, edhe me atë sa kemi pas mundësi si teatri, kemi ndihmu Besfortit për ta organizu. I patëm 2 shfaqje, njëna për shfaqjeve ishte Teatri Prizrenit, po për shkak të lëndimit të njërit prej aktorëve, moment fundit është anulu, edhe pastaj SOS ka shfaqja Holy Shit e regjisorit Ilir Bokshi me Adrian Marinin dhe Ylber Bardhin. Në moment fundit dhe me thonë, ata pas një vite rikëthyn shfaqjen edhe lujten edhe publiku e priti jashtëzakonisht bukur. Ani pse në Gjakovë është lujt edhe 2 herë tjera e shfaqje, po shfaqje që publiku e dënë. Kështu që me rëndësi është me mbajt teatri hapur. Repertorit shkojnë në rregull. Unë e kam një parim që thëmë dyert e teatrit nuk duhen me mbyll kurrë. Dhe kjo është lufta ime përgjithshme, jo veç për teatrin e Gjakovës, po për çdo teatr që besoj ndoshta quajta luftë, jo luftë, është kauz për të cilën kisha dashur me pas edhe shumë kolegë tjerë që kontribojnë këtë kauz, që mos me mbyll teatri, me jetë gjithmonë hapur. Edhe unë e kuptoj që pandemia ka bo shumë dame, edhe vërtet teatri e ka pësu keq gjatë pandemisë, sepse nëse rikthehemi në vitet kur
kur kom punu në teatr kombëtar të Kosovës, do të punoj prapë, po për momentin e kom të ngrirë pozitën. Në atë periudhë kemi pas 5-6 shfaqje një javë. Do të thëtë vetëm tejtën s'kemi pas shfaqje sepse ka pas baleti, ndërsa ne kemi pas prej të hanës deri të shtunën, veç ajte edhe djele e kena pas pushim. Edhe e thëshim si me humor, me kolegë të shoqër që pishojmë kostumet, për dim çfarë shfaqje është, sepse për ndryshe na përzishin rolet. Po, do thotë, ka qenë një periudhë artë për mu, si aktore, po dhe për teatrin besoj, po ta shumë po flasë për ndjenë si aktore në atë kohë, sepse kom dojë gjdo natë para publikut, edhe nuk ka gjë ma të bukur, sepse se sa me u prezentu, se që ashtu rritën aktor, që ashtu kalitën, që ashtu rafinohen aktor të lujtë të qenë gjithmonë në skenë, e jo të majtë pauzat gjata, sepse pauza vërtet për mu nuk ka kuptim, atë shëndrojmë me një prock, një ujë që s'lëviz. E tha shumë mirë këta dhe gjithmonë ke qenë e zëshme saj përket kësaj në çdo intervistë, po besoj që ju e dini edhe më mirë sepse përveç që e doni teatrin si aktore, sepse aty ka fillu gjithçka, keni pas mundësi me njoftë edhe nga kjo perspektiva tjetër, pastaj si drejtuese e një institucioni teatral. Po tu pak, Lena, të ndalem te shfaqja e cila ka qenë vetë iniciative aktorëve të teatrit të qytetit të Gjakovës. Është një shfaqje që mban titullin Kjo është rinia jonë, pra nga titulli kuptojmë që i dedikohet të rinjëve, madje ajo pati mundësi edhe me udhëtu goxha larg, duke shkuar në New York. Çfarë mund të na tregosh pak për këtë projekt? Si jeni ndjerë ju pastaj pasi që e patë sa mirë u pret nga publiku? Kjo ka ardhur si ide e aktorit Besor Berberi, Albies Komoni, Vlera Pylla edhe Vlora Dervishi, 4 aktorëve, të cilët e panë që nuk kishim më mundësi me prodhu një shfaqje të re, edhe e kanë gjetë një tekst të cilin ju ka pëlqy, dhe shprehën dëshirën me punu si shfaqje, pa regjisor. Parimisht, unë nuk jam pro kësaj pune me punu pa regjisor, sepse besoj që definitivisht thelbi çdo shfaqje është regjisori, por me gjitha të, nga njëherë, jam në rregull edhe kom toleru edhe këtë pjesë dhe ju kom dhonë mbështetjen time si drejtoreshe teatrit me aq sa kom pas mundësi, jo vetëm unë, po edhe skenografi Petrit Bakalli edhe gjithë stafi teknik i teatrit, jemi angazhu që me ju ndihmu për me realizu një projekt pa regjisor. Sado që po them teatrët profesioniste nuk duhet me leju një gjë të tillë, por çdo rregull ka përjashtim, prandaj kur është qëllimi i mirë, atëherë unë jam gjithmonë përkrahase. Natyrisht që unë i du njerëz që e dojnë punën, sepse jam edhe vetë bukur e pa epur në punën që e bëj, por besoj që entuziazmin që e kanë pas ata ka rezultu me sukseset e tyne, sepse ata ishin edhe në Perizaj, shkun edhe New York. Gjithashtu edhe New York ka qenë udhëtim privat që e kanë bo me mjetëve tanake, sepse teatri nuk ka pas mundësi me mbështet, por e gjetën formën për me mri me realizu një ndër tyne, edhe kjo është për çdo lavdat edhe për lakmi. Kanë bo një shfaqje shumë të këndshme, një shfaqje që i trajton temat problemet rinore, si që janë drogat edhe depresioni, vetmia, mbyllja, do thotë është shfaqje goxha rënd psikologjike, po me gjitha ato që flet për ditëshmërinë, për kronikat e zeza, në fakt që i kemi pjesë, fatkeqësisht i kemi pjesë të përditshmërisë tonë. Megjithatë kanë rri me lojë shumë të bukur, mos me u dallu mungesa e regjisorit. Patjetër. Mirë, Lena, fatkeqësisht kaq po na premton koha për këtë bisedë. Unë uroj që i kemi përmbledhur të gjitha ato pikat kryesore sa i përket angazhimeve të vitit 2025, i njoftuam publikun edhe me planet që ju presim për vitin 2026. Me që të kam studio, dua të pyes pak edhe për planet tua personale në aspektin profesional gjithmonë. Si aktore, po besoj të presin shumë punë. Po jo dha shumë. Jo dha shumë, sepse po, jo, në fakt,
Gjithmonë po mundona me bo një farloj baraspeshe që mos me u shkëput komplet për aktrimit, sepse që aty marrë frymë, nuk di qysh, nuk muj me jetu ndryshe. Më shtë ofru një rol i vogël me një film gjatë, po për mu ka qenë mos e mirë pritur fakti që më kanë ftu, sepse unë s'kom pas kohë me ndjek audicionet, nuk jëmë paraqit në për audicione edhe naturisht kur s'paraqitesh njerëz mendojnë që si e interesume, po thjesht ka qenë çështje kohe, fokusin teatr edhe nuk më ka shkëput pak prej botës filmit. Këtë vit fillova me këtë ftesë për një rol të vogël, por me gjitha të mu dëk që mu hapen dyrët e botës, vërtet ke, dhe me thonë, kom qenë kuzhinë, kur më kanë ftu, e kom po mesazhin në telefon, edhe vërtet mu dëk që janë nisi viti mbarë, 2026. Gjithashtu jemi në nismë të një projekti privat, 5 tyrat e hishtjes me bashkëshortin tim Ilir Bokshi, po me kolegun tim aktorin Adrian Molina, së shpeti do të fillojmë me punë, po për matutje do të marrë në emision tjetër me folë, po kjo është projekti në teatr që do të më rikthej mu pas një viti, sepse një projekt në vit po e punoj edhe po ndalem aq, ani pse kisha dashur me punu 5-6 projekte, në është ta po vërtet kua s'pom premton, sepse teatri, lyp angazhim teatri Gjakovës, prandaj fokusin e kam aty. Me gjitha të në mezit presin të shojmë si në sken, ashtu edhe në ekran. Faleminderit shumë për kohën Leana edhe njëherë, edhe mirë presim në studiot Ekspresit gjithmonë. Faleminderit shumë për te, knatësi me qenë, jemi prej vitesh, prandaj gjithmonë je një profesioniste, e cila vërtet koha e ka kallëzu këtë punën që e ki bo, prandaj urime edhe ty për punën që e bën. Shumë faleminderit.